Deputetët e Partisë Demokratike kanë vendosur duke nisur nga kjo e martë të bojkotojnë punimet e komisioneve parlamentare deri në datën 22 dhjetor. Teksa prezantonte në Komisionin për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik projektligjin për mbrojtjen nga diskriminimi, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla tha se do të dëshironte që opozita të merrte pjesë në komision, por sipas tij, ata vazhdojnë në të njëjtën llogore nga e cila, siç tha Balla, nuk kanë njohur fitore. Do kisha dashur shumë që në këtë mbledhje komisioni sot ishte edhe opozita, e cila duhet jetë e para për shkak të watchdogut natyral që përfaqëson opozita, që ti mbështeste këto ndryshime, për shkak se ata shpeshherë ngren shqetësime tjera. Për fat keq, opozita vazhdon në të njëjtën llogore nga e cila nuk ka njohur kurrë ndonjë fitore. Grupi parlamentar i PD-s ka vendosur të hënën që të bojkotojë të gjitha komisionet. Çdo deputet gjatë kësaj kohe duhet të punojë për organizimin e protestës kombëtare, të thirrur në 22 dhjetor, protestë e cila do të mbahet në Tiranë para kryeministrisë duke nisur nga ora 18.